Këtë shtunë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi kryesinë e PD-s. Berisha vijoi me akuzat ndaj kryeministrit, duke u shprehur se sipas tij Rama ka hequr çdo mask para shqiptarëve, duke kapur çdo pushtet. Kryedemokrati tha se Rama me veprimet e tij po asgjëson totalisht sistemin e drejtësisë në raport me shtetin dhe administratën. Edi Rama ka hequr çdo mask para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar, de facto ka kryer një grusht shteti duke marrë pushtetin e parlamentit, bllokuar funksionimin e parlamentit. Në historinë e këtij shteti, 35 vitet e fundit, nuk ekziston asnjë rast i vetëm që t'je refuzuar kërkesat e prokurorisë për heqjen e imunitetit. Janë arrestuar kryeministra, janë arrestuar zëvendës kryeministra, janë vënë në ndjekje penale ministra dhe zëvendës kryeministra, por nuk është menduar ndonjëherë se ekzekutivi duhet të bllokojë sistemin e drejtësisë. Me veprimet e tij, faktikisht ai po asgjëson totalisht këtë sistem, në raport me shtetin dhe administratën. Berisha foli edhe për situatën nga përmbytjet në vend. Sipas tij, kryeministri Rama duhet të caktojë fondin e emergjencës për përmbytjet dhe jo të mashtrojë qytetarët. Ata që u fshehen në këtë fatkeqësi të madhe ishin ata që kontribuan më shumë në të, qeveritarët, qoftë lokal, qoftë qendror. 6.000 forca, thoshte Edi Rama, janë në teren, pa turpsi e madhe. 6.000 forca s'kanë bordero ushtria, nga i gjeti mbrojtja civile, nga mashtrimet e Edi Ramës. Dhe cinizmi ekstrem, mbledh komitetin e emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Në fund të fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike u shpreh se populli është ai që duhet jap Edi Ramës ndëshkimin e merituar, që sipas kryedemokratit është largimi i Ramës 1 minutë më parë nga pushteti.